Saturni kalon nga shenja e peshqve, më në fund peshqit në një farë mënyre çlirohen, jo se Saturni është gogolë, Saturni sjell shumë gjëra të mira, por duhet kemi përgjegjësi dhe disiplinë, sepse me Saturn mund të ngrihemi në detyrë, me Saturn mund të bëjmë realizime, e të tjera, kështu që nuk dua të dëgjohet si një diçka shumë madje kryeministra dhe qeveritar kanë marrë postet e larta pikërisht me Saturnin, por qëllimi i Saturnit është të kalojë nga një sprovë, të japë, do të thënë, e meriton vërtet ti këtë ngritje, e meriton vërtet këtë realizim. Pra, Saturni nuk është gogol, këtë duhet ta kuptojmë. Megjithatë, kalimi i Saturnit në shenjën e Dashit shënon fillimin e një cikli të vogël 2 vjet e gjysmë,